Të premten dhe të shtunën në Tetov do të mbahet edicioni i 29 i Festivalit Ndërkombëtar të Poezisë Ditët e Naimit. Atë do ta karakterizojë një program letrar, artistik dhe kulturor. Do të mbahen disa lexime poetike, do të bëhet një përurim libri, do të ndahen çmime të ndryshme letrare, si dhe do të bëhen vizita në monumentet kulturore artistike te Karabati Babateqe në qytetin e Tetovës. Kjo bëhet ditur në një konferencë shtypi të mbajtur në Tetov nga drejtori dhe antarët e tjerë të FNP Ditët e Naimit, Shaipe Mërllahu dhe Xhelal Zejneli. Drejtori i manifestimit Ditët e Naimit, Shaipe Mërllahu, tha se laureati i festivalit do të shpallet poeti austriak Manfred Çobot. Ditën e ditë sipas programit do të mbahet përurimi i 2 librave të përkthyer nga hungarishtja dhe nga italishtja, nga poetët Jeton Kelmendi e Arjan Kalço. Përurimi do të bëhet këtu në sallën e Hotel Jerakut në orën 13 në Teqen Arabati Baba, si zakonisht do të mbajmë orën letrare poet dhe vargje. Dhe në mbrëmje të ditës së shtunë, kuptohet, të datës 18, do të bëhet mbyllja e programit në të cilën do të ndahen edhe çmimet e mbetura të festivalit. Deri më tani tashmë mund të themi që përgatitjet janë bërë dhe gjithçka është gati për të filluar festivali. Hapja e ceremonisë së edicionit të 29 të Festivalit Ndërkombëtar të Poezisë Ditët e Naimit do të bëhet të premten në orën 19:30 përmes një performance fishek zjarresh para Qendrës së Kulturës në Tetov.